Është lënë në burg Ray Nozli, personi i cili goditi me grushte sekretarin e KZZ-30 në zonën e Kasharit në Tiranë, teksa numëroheshin fletët e votimit. Ngjarja ka ndodhur në datën 15/5/2025, gjatë procesit të numërimit të votave për zgjedhjen e përgjithshme të datës 11/5/2025. Rreth orës 14:00 një nga numëruesit shpalli një votë të pavlefshme, e cila ka shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga shtetasi Ray Nozli dhe disa persona të tjerë që ndodheshin në ambientet e numërimit. Pas shpalljes së pavlefshme të votës, Ray Nozli dhe shokët e tij kanë filluar të bërtasin dhe të shprehin kundërshtimin ndaj vendimit të numëruesit. Ata që ndronin në ambientet e numërimit dhe ndishnin procesin, pa pasur statusin e vëzhguesit të ndonjë subjekti politik. Kallëzuesi i ngjarjes, sekretari KZZ numër 30, ka kërkuar nga ata që të qetësoheshin, duke i siguruar se do të mblidhte komisionin për të vlerësuar votën e kontestuar. Megjithatë, grupi i personave nuk ka pranuar të qetësohet dhe ka vijuar me fjalë fyese ndaj kallëzuesit. Duke u përpjekur të kontrollonte situatën, kallëzuesi ka paralajmëruar se do të detyrohej të nxirrte ata jashtë nga ambienti i numërimit të votave nëse nuk do të qetësoheshin. Në momentin që situata ka shpërthyer më tej, shtetasi Ray Nozli ka kaluar shiritin e perimetrit të sigurisë dhe është drejtuar menjëherë drejt kallëzuesit. Ai ka goditur fizikisht me grushta dhe shkelma, duke u përpjekur të ndihmohej nga personat e tjerë të pranishëm. Ndërkohë, numëruesit që ndodheshin aty afër kanë ndërhyrë në mënyrë fizike për të mbajtur dhe ndaluar përshkallëzimin e dhunës. Në përfundim të këtij incidenti është bërë arrestimi i shtetasit Ray Nozli, i dyshuar për veprën e dhunës dhe ganosjes ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje.